2026 do të jetë një vit i nxehtë, kolonel, pas një diskutim. Ne kemi bërë edhe në analizat gjeopolitike që kemi folur, edhe unë kam përmendur her pas here që do të jetë një tërmet i madh. Në Tiranë, ditët e fundit, orët e fundit, kanë nisur një mesazh mediat e Edi Ramës që po nxirret Turqia nga Ballkani. Edi Rama është prishur me Erdoganin, shkoi me fol me Giorgia Melonin që Italia të zër vendin e Turqisë që do krijohet vakant, sepse Rama vërtetësisht ka bërë një marrëveshje me kompani izraelite të armatimeve dhe ka nënshkruar kontrata. Kjo ka acaruar presidentin turk. Mendoni se është një narrativ që Rama e bën në këtë moment për të treguar distancim nga Erdogan dhe afrimitet me Izraelin si një komardare e mundshme në Washington, apo është një rol të cilin e ka ndarë me zotin Erdogan për të ndarë secili rolet në këtë moment? Absolutisht. Që në ditën e parë, keni plotësisht drejt. Absolutisht. Që në ditën e parë kur kam parë mbështetjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan për kryeministrin Rama, kam thënë kjo është një aleancë e paimagjinoshme. Është një aleancë që s'ka lidhje fare. Në një anë kemi një Ram që është antimusliman, edhe kjo është vetëm për ata që s'kan trun kokë që nuk e din, është komplet bosh tjetër. Dhe nga ana tjetër që është antimusliman, kolonel, pse Erdogani po mbron muslimanët e ke fjalën? Jo. Pa diskutim, tash mos futemi në këto çështje sepse unë duhet të bëj pyetjet e atyre që na shohin, kolonel, se unë i kam qartë situatën. Sigurisht që Recep Tayyip Erdogan është një nga 3 liderët kryesor të botës muslimane, por që mbështetja e tij për sa i përket Kazës i ka marrë të gjitha qortimet edhe nga ana ime, edhe nga ana jote, kur ka qenë momenti. Së pari. Ne kemi këshilluar, kolonel, unë ku është Erdogani, ku jam unë. Ne jemi njerëz që japim mendime, ata janë njerëz të mëdhenj, kupton? Apo bën skem Rama që është prish me Erdoganin dhe është pajtu me Izraelin, apo është një film për të shpëtuar vetën e vet nga 2026 që po i vjen rrotull? Absolutisht jo. Recep Tayyip Erdogani mas 13 vjetëve ka kuptuar që Rama e ka përdor në mënyrën më të paimagjinoshme, më të pandershme të mundshme. Ju kujtohet spitali, ju kujtohet ndihma, ju kujtohet tërmeti, ju kujtohet mbështetja në NATO, mbështetja për forcat armatosura. Kemi marrë nga Turqia ndihmë dhe unë personalisht Turqinë e konsideroj si vendin e dytë aleatin strategjik të Shqipërisë, sigurisht nuk ka diskutim. I pari Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë 10 vende bosh, pastaj vjen i dyti. Nga një anë, nga ana tjetër, unë mendoj që kjo ka lidhje me ndryshimet gjeopolitike në rajon. Nga një anë, pavarësisht atyre gjërave që keni deklaruar ju në lidhje me Kiprin greke, në lidhje me Kiprin, ky skenar vazhdon të thellohet dhe më tej. Tashmë kemi hyrë një fazë që mund bëjmë një emision me detaje për këtë. Kemi hyrë një fazë ku të gjithë ishujt për gjatë detit Egje, Izraeli po vendos radar për identifikimin dhe për kontrollin e hapësirës ajrore të Turqisë në të gjithë rajonin e saj, por edhe sistemet mbrojtjes kundërore. Fillimisht i ka vendosur në Kiprin greke, por tashmë po vazhdon të militarizohen një pjesë e madhe e ishujve duke krijuar një barrierë ushtarake kundër Turqisë në rast të një konflikti të mundshëm. Flasim gjithmonë në pjesën perëndimore, për gjatë pjesës perëndimore, jo jugore. Sigurisht që Recep Tayyip Erdogani ndihet i tradhtuar, sepse ju e doni këtë tezë, pra. Absolutisht. Rama nuk ka asnjë arsye për të mbështetur Izraeli për industrinë ushtarake. S'pari ai personi i cili është personi që është pika lidhëse midis ministrit mbrojtjes Ramës dhe qeverisë izraelite, nuk ka asnjë qëllim për sigurinë kombëtare, për përmirësimin e infrastrukturës mbrojtjes së Shqipërisë. Keni fjalën për zotin Pirro Vëngu apo është jetës tjetër? Po, është vetëm për qëllimin e përdorimit të lobit
hebre në Amerikë, ai pak për t'i ofru një kamardare Ramës, e cila ka për të dështuar se nuk e han këtë as Marco Rubio, as në mënyrë të veçantë Donald Trump. Kolonel Piro Dhe mbylla, dhe fjalia fundit, nuk ka asnjë rol ndihmën që i ka dhënë Turqia, përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës, në fushën e mbrojtjes dhe mundësitë dhe kapacitetet që ka Turqia për t'i dhënë edhe për sa i përket qasjes politike të blerës armatimit, se një pjesë e madhe e sistemeve të armatimit kanë kufizime politike, ju e dini, për përdorimin e tyre, së dyti çmimi, së treti mënyra e operacionalitetit, mënyra e shpërndarjes, së katërti metodat për mbështetjen e këtyre sistemeve, sepse ti mund ta blesh një sistem, por të bllokosh momentin kur futesh një konflikt dhe nuk ke mundësi për ta mbështet me armatime, me sisteme. Turqia ka treguar vazhdimisht që është vendi edhe për Shqipërinë, për Kosovën, edhe për Maqedoninë, edhe për Bosnjën. Pra duke konsideruar Shqipërinë si pjesë saj të kontrollit saj. Kështu që unë mendoj që Recep Tayyip Erdogan e ka kuptuar me vonesë tradhtinë e Ramës dhe besoj që edhe këtu Rama ka për ta marrë një goditje. Pra ju besoni që nuk është duke bërë lojë Rama? Absolutisht jo. Sepse të gjitha mediat pranë Edi Ramës sot me titullin kolonel, se dihet që një zyri prodhon titujt, Rama bashkohet me Izraelin, të rrbohet Erdogan, kupton? Pra zyra që ka prodhu titujt është e qartë. Dhe zoti Piro Vëngu, si njeri Belinda Ballukut, e cila ka ardhur nga Greqia dhe ka afrimitet të madh me Athinën zyrtare, Athina zyrtare ka një afrimitet të jashtëzakonshëm me Izraelin këto kohët e fundit për arsye Turqisë, jo e kuptoni, dhe mendoj që mos ndoshta Rama dhe grekët nëpërmjet të zotit Piro Vëngu mund t'i kenë dhënë një skem të qartë Edi Ramës që të t'japim ndonjë komardare në shkëmbim që ta nxjerrësh Turqinë nga Ballkani. Unë besoj do të jetë shumë e vështirë, por loja është e hapur ende.